është se para 3 net që nëzorë nga burgu atë, e quen diku në drejtim të paditur, të kalamendur. Sa është të vërtet, muret e burgut e din këte, por e vërteta është që gosipi i asaj nërtese këte thotë. Pse e thash këte? E thash këte se Edi Rama është i tmerruar nga Erion Veliaj. Dhe donë ta shof me çdo kusht të asgjësur. Politikisht të paktën, mos edhe për atë tjetër, se ato nuk i di. Po që ta nxjerrësh tjetrin në 11-12 natës, të kalamendur, dhe ta nisësh në drejtim të paditur. Kjo absolutisht është një akt akuz direkt për Ramën. Ku shkoj ai? Ku e çoj atë? Mori autorizim apo s'mori autorizim, apo përdori vetëm këte, që i thoti, papagallin e Uluziut, Ramallari, me Mallari, Lamallari që jo, për të urdhruar nxjerrjen e tij në 12 natës, 11 natës, këto si dim. Megjithatë, ajo çka ne qëndrojmë, respektimin e drejtave të çdo njeriu kudo që ndodhet. Kjo është. Pyetje për këtë. Ka reaguar sot presidenti i Republikës Bajram Bega, i cili thot nuk pendohet për dekretin e shpallur për Bashkinë e Tiranës dhe se antikushtetues është shpallur vetëm 1/6 e dekretit të tij, pra veç Tirana, sepse për bashkitë të tjera ka vepruar konform ligjit. Keni një reagim për këtë deklaratë? Do të kesh ndërgjegjes. Ky reagimi im është ky. Do të kesh ndërgjegje njerëzore. Do të kesh integritet njerëzor që të pendohesh. Në qoftë se do thoshte u pendova, kjo do më habiste. Kurse kjo tjetra, as një çudi. Ky është kukulla e Edi Ramës. Histori kukulle. Se 1/6 e 1/5, bëj ka matematikën. Se problem sipas ti, sipas kukullës, ishte Cerriku, apo ishte Vlora, Berati, Tepelena. Po kush e shtroi atë? Shikoni çfarë ngushëllimi gjën. Shikoni, ja? Për krimin kushtetues që ka kryer. Shikoni si ngushëllohet. Po kush është ankuar? Për Cerrikun, apo për Beratin, apo për Vlorën, Tepelen, apo Matin? Asnjëri. Këta janë njerëz, shiko. Njerëz të eventruar nga morali njerëzor. Ai pat ju 2 ministrat në dje në parlament. Se cili me gjuhë rrugaçi më të theksuar se tjetri. Si zonja Koçiu, si zoti Lamallari. Kur bëj fjalë për vrasjen në selit në sallën e gjyqit të një gjykatësi. A e pat agresivitetin e tyre. Imagjinoni ju, sikur këta e kishin mbrojtur gjykatësin dhe ishte gjallë sot. Këta kanë humbur. Këto janë qenje njerëzore të trushplar, që nuk kanë as standarde morale, as njerëzie. Në parlament diskutohej se u vra një gjyqtar apeli, i lënë pa asnjë mbrojtje.
i lënë pas të mbrojtje. Dhe që të dy kishin bërë deklarata se fajnë e kanë armë, pa leje. I keni parasysh deklaratë aty. Dhe dje në parlament përsëritën të njëjtën skenë që përsëritën në rastin e vrasjes së Martin Canit. Ju kujtohet Lubia me këtë korbën e Covidit dhe i tjetër që qeshin kur ne mbanim zi. Këta janë transformuar, janë qenje të transformuara, personazhe që i janë vetëm në veprën e Franz Kafkës, George Orwellit, edhe askërkund tjetër. Askërkund tjetër. Çfarë të thush këtyre? Po si mund thot ai? Është vetëm një e gjashtë e dekretit. Po të gjitha bashkitë tjera zbëjnë sa gjysmë e Tiranës, me qenë se i pëlqej ka matematika dhe statistika. Po kush t'ja mësoj, a njeh matematikën e Tiranës? Zoti Berisha, kam 3 pyetje. 5. Pyetja e parë është kandidati i pavarur Florian Binaj ka deklaruar se gjatë fushatës elektorale, kur do të mbahen zgjedhjet, nuk do të dalë në fushat për krah Sali Berishës, por as për krah liderëve të tjerë të opozitës. Keni ju një qëndrim mbi këtë deklaratë?